Java e madhe është java më intensive në liturgjinë e Kishës Ortodokse. Nëse do e lexoni me kujdes e do i kushtoni vëmendje, do mësoni shumë gjëra. A nëse do e përjetoni këtë javë, do ndjeni frymën e ëmbël të Krishtit në shpirtrat tuaj, sepse nuk ka poezi më të bukura dhe paravolit që tregon Zoti, të cilat na tregojnë para nesh besimin e vërtet. Në 3 ditët e para, që të kanë të njëjtën strukturë, që janë shërbesa e dhëndrit dhe liturgjia e parashenjtëruar, ka disa tema shumë të rëndësishme. Tregohet konflikti që sa vjen dhe rritet ndërmjet Krishtit dhe hipokrizisë farisejve. Dhe hipokrizia është një nga smundjet më të tmerrshme shpirtërore, sepse ajo e shkatërron njeriu. Kur njeriu mendon se është brenda, në fakt është jashtë. Dhe Zoti i qorton vazhdimisht me ashpërsi, e thot keni rrëmbyer çelësin e dijes dhe vetë nuk hyni, pas lini as tjerët që të hynë. Prandaj hipokrizia duhet luftuar nga gjithë secili nga ne. Krishtërimi nuk është vetëm thjesht një besim i ceremonive dhe i shfaqjeve nga jashtë, por është një ndryshim i thellë shpirtëror. Në çdo ditë ne ndalemi në 2-3 tema. Në temën e sotme është Josifi i drejtë dhe mallkimi i fikut. Çfarë do thot për ne jeta e Josifit të drejtë? Josifi i drejtë është një tip i Krishtit. Vëllezërit e tij e shitën si skllav. Donin ta vrisnin fillimisht, pastaj e shitën si skllav. Dhe Zoti e ktheu atë gjithçka për të mirë. Dhe ai u bë shpëtimtari i kombit të tij. E në fund fare i drejtohet vëllezërve të cilët donin ta vrisnin dhe e shitën si skllav me këto fjalë: mos keni frikë, ju menduat keq për mua, po Perëndia e ktheu gjithçka në të mirë për t'ju shpëtuar ju edhe popullin tuaj. Dhe Josifi është tipi i Krishtit, sepse pikërisht dhe kryqëzimi i Krishtit u kryqëzua nga ne, nga mëkati njerëzor, po ai e ktheu atë në të mirë, sepse gjithçka që prek Perëndia e ndryshon atë. Prandaj me drejtshëm Pavli thot, çdo gjë bashkëvepron për të mirë për ata që e duan Perëndin. Për ne problemi nuk duhet të jetë nga jashtë, po duhet të jetë nga brenda. Nëse e duam në Zotin, asnjë e keqe nuk mund ta dëmtojë. Madje edhe të këqitet më të mëdha do i kthej për të mirën tonë, sepse prania e Zotit e largon të keqen dhe e keqja nuk mund ta mundi të mirën e vërtet. E keqja mund mundi një të keqe tjetër, po jo të mirën. Dhe mallkimi i fikut është një paralajmërim për gjithë secilin nga ne. Nëse ne nuk do japim fruta, Zoti do na dënoj. Paravolia e famshme e talantave pikërisht këtë gjë tregon. Atij që Zoti i dha 5, ai i dha 5 të tjera. Edhe Zoti thotë lumt shërbetor besnik, hyr në gëzimin tim. Atij që i dha 2, ai prodhoi 2 të tjera. Të njëjtën gjë thotë dhe Zoti atij që të hyr në gëzimin e tij. Dënon vetëm atë që kishte 1 dhe nuk dha asgjë. S'ka njeri në botë që mos ketë një talent. Të gjithë dhe Zoti i ka pajisur me talente. Ndoshta dikujt 5, dikujt 2, e dikujt 1, po të gjithë kanë talentin. E nëse ne do japim frut nga ky talent, do marrim të njëjtin shpërblim, hyr në gëzimin ton, na thot Zoti. Prandaj ta marrim seriozisht jetën tonë, sepse do vi një ditë shumë shpejt që do paraqitemi përpara Zotit. E nëse ne s'kemi dhënë fruta dhe jemi një pemë tharë, pema e tharë do të pritet. Prandaj le të mundohemi të japim fruta. E nga ato fruta do i shijojmë vetë ne edhe shumë njerëz rrotull nesh. Amin.